me po në javët në vazhdim. Javën e ardhshme Kaja Kallas do të udhtojë në ballkonin perëndimor. Edhe këtu do të fillojnë bisedimet e paraprake rreth një mjeti të ri në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Që mund të jetë Që mund të jetë e para, mendoj që do të ketë një diplomaci fluturuese. Pra nuk do të ketë më takime në Bruxelles, me qenë se marrëdhëniet mes Vučićit mes Kurdi dhe Vučićit janë të tashmë të tensionuara tërësisht. E para mund të ketë një diplomaci fluturuese ku hapen tema të ndryshme, përfshirë edhe një konferencë të mundshme për një marrëveshje finale mes Kosovës dhe Serbisë. Mund të hapet çështja një konferencë? Po absolutisht po, një marrëveshje finale që do të mund të ketë një nënshkrim në mënyrë solemne ku do të qëndrojnë prapa Brukseli, Washingtoni, Britania e Madhe, Berlini kështu me radhë. Edhe do të ketë po ashtu Rusia përjashtohet në gjithë këto. Nëse flasim për një konferencë dhe ku përfshihen gjithë këta që i përmendë përjashto Rusinë që është një aleate tradicionale e Serbisë dhe është diskutuar gjithmonë rreziku i një konferencë, se çfarë mund të ndodhë, çfarë mund të dalë për Kosovën nga kjo. Nëse bëhet në këtë fazë, absolutisht në këto bisedimet paraprake ka mohedh tuli far ideje. Ide të lloj-llojshme, përfshirë edhe një konferencë përbashkët, konferencë ku do të shkohet me një marrëveshje finale, ku mund të jetë edhe njohja përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë. Çto janë dy mundësitë e para. Mundësia e tretë është një diplomaci shtrënguese, ku hedhën ide për ndëshkime ekonomike ndaj Serbisë, për ndëshkime ekonomike të tjera ndaj Kosovës, po ashtu edhe mund të ketë edhe diplomaci të joshjes, ku hedhet ideja që Kosova për t'u rikthyer dialogut në mënyrë konstruktive dhe për një mend dialogut, hekën masat ndëshkuese, një në anë, ndërsa për Serbinë hedhet ideja që me u dënu, për shembull, një pyetje, me u dënu protestat që janë duke vazhduar në Beograd, pra çuan ato protesta si dorë zgjatër e Rusisë, si pjesë e tentimit për me fut kundërtën sa do të falsh punë. Tha të kundërtën sa atje po funksionon demokracia përderisa ka. Tash unë po them që në javët e ardhshme mund të ndryshojnë narrativa. Kjo është një prej mundësive të diplomacisë të joshjes që ja ofron një farë stabiliteti autoritarizmit në Serbi, në kundërvlerë për një nënshkrim të një marrëveshje të re me Kosovën dhe Serbisë. Kosovën dhe Serbisë. Pra, çto mund të jetë pak a shumë? Mund të jetë edhe joshje për Kosovën, në fakt është përdorur pak, mund të jetë edhe lehtësimi i saj në zhvillimin drejt institucioneve të Bashkimit Evropian. Po, absolutisht, gjithmonë. Kjo është karrota e përhershme që e shohim shumë rrallë. Mund të jetë edhe njohja nga 5 shtetet me një notë të përbashkët ndaj Kosovës për të lehtësuar procesin, në fakt që do ishte shumë i mirë për ne. Momentin që arret një marrëveshje, nënshkruhet një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë me njohje. Njohja nga 5 vende konferenca po jo, po te konferenca cilit se mund të arrijë një marrëveshje, por këtu kërkon kompromise, ndërkombëtarët kanë kërkuar vazhdimisht kompromise, lider. Isha lidh këtu nëse më lejohet. Po, mos ta përjashtojmë këtë mundësi, për shkak se ne aty jetojmë në një botë ku Trumpi kërkon pushtimin e Grenlandës, pushtimin e Kanadës. Pra nuk është diçka më kështu një ferr që s'kena me pa me syt tonë. Është e mundshme që mund ta kemi një të tillë konferencë. A kështë the një tash po qojmë dorë vullnetarit, vjen le ta pushtojmë. Jo. Kush më na pushton? Amerika? Amerika në rregull. Amerika në rregull. Amerika kisha fjalën. Okej. Luli, po ndoqët që Trump sot do thonë që zotin Musk do ta largojë nga pozicioni. Po. Dhe kam përshtypjen që edhe ai është një farë lloj pishmanlie, kështu që po që ndryshon shumë kursori, thelbësori i Shtetit Bashkuar të Amerikës, aq shumë sa mundet me pas ndryshime. Nëse s'ka vullnet të gjithanshëm global, përrjedhoj nga Republika Popullore e Kinës nuk po shon një interes për ndryshim tektonik të marrëdhënieve të gjeopolitike ndërkombëtare, Federata Ruse është e përqendruar këtu ku është, pra është një situatë gjithsesi euforike mund ta quajmë, por që duhet jemi të kujdesshëm ne